provonoj burri është shumë e rëndë. Me gotën jam i të shtatzane me provonim sepse nuk e lija. Filloja motra ti. Me msha, me fjalun më falni për shprehjen, ropte dhe ti me njëra tjetër. E kam kapur për floksh. Ajo i thirri burrit, burri e saj më kapi për fyti. Burri im më tha, unë prandaj të kam pruar këtu në Greqi, tha se ty do të mbyll në çmenduri, tha fëmijë do i çojë ti marr. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në një ishull të Greqisë, do të jemi në Kret dhe në fakt kohët e fundit shumë histori dhe shumë denonësime kanë ardhur nga shqiptar, gra dhe burra që jetojnë në këtë ishull. Por unë do ha dritaren për Adriana Çullajin, nënën e 2 fëmijëve, e cila do t'rregoj jetën e saj të vështirë me bashkëshortin, ku ky fundit jo vetëm nuk i ka dhuruar dashurinë, ngrohtësinë që do një grua. Çdo grua e kërkon nga partneri i saj të jetë e dashuruar, të ndjejë dashurinë e tij dhe të ketë ngrohtësinë e tij, por ajo është dhunuar nga partneri i saj dhe mbi të gjitha është abuzuar dhe seksualisht. Por çfarë kërkon sot këtu në live me Odetën, nëna e 2 fëmijëve, e hap dritaren dhe ftoj me njerë zonjën Adriana Çullaj. E dashur Adriana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. E dashur, mirë, më ke telefonuar dhe ke një problem, me sa kuptova. Po. Mund të më tregosh? Kam 2022-shin, kam pasur probleme më shëll me ish-burrin. Në Shqipëri. Je divorcuar? Po, divorcuar, me fjalë e ndar, po divorci nuk e kam marrë akoma. Po. Kam 2 vjet, me fjalë mosh tani në ndor 3 vjet që jam në Greqi me 2 fëmijë. Që erdhi këtu me fjalë që joja që për hatër të fëmijëve, sepse femrat shqiptare vuajnë shumë dhe për hatër të fëmijëve luftojnë po mos e prishur familjen. Por çfarë probleme është të ka sjell ish-burri, babai i 2 fëmijëve? Ai më shumë pinte, me fjalë edhe vinte me fjalë në shtëpi, më shumë pinte për lokale të rrinte dhe më rrifte. Kur vinte i dahur me fjalë më rrifte, kam pasur dhunë. Dhe te prindërit me fjalë lik, hajde me fjalë prindërit si thoshin, hajde se do të ndihmoj unë, do të bëj unë, me fjalë gjithmonë ishin ata që më mashin. Me pak fjalë edhe thesën e millit ata bishin, që u sheh fëmijë. Mëra rrugën për kurbet, terëm këtu thash hajde se ndoshta do jetë problem Shqipëri, thashon ndoshta nga familjat, sepse ne familjet shqiptare kemi çik futje në fund. Po. E nisëm jetën këtu në Greqi, që mirë, 2 javë të para që mirë mjatë sikur po ndryshonte. Pa i kishte një motor këtu. Dhe ajo motra aty ish-burr, motra ish-burrit. Po. Edhe ajo donte të ndërhynte me fjalë, thjesht për çfarë dola unë me fjalë ja për atë zot për kokën këtyre fëmijëve se nuk di të gënjej. Vojta për të marrë se femra jemi, vojta për të marrë me një komshie që kisha aty, ishte nga Vlora ajo me fjalë, më ndihmoi me shtëpime, me mbushur shtëpimi, divana me tapeta me gjitha, sepse kurbet. Unë vetëm rrobat trupi pa ta marrë. Dola me atë që mora ca gjëra se kisha hapur, unë isha katë para, ajo komshia ishte katë 2. Edhe i thash burrit, ishte me gjithë fëmijët, thashun do vesh ti, thashun po vetë unë. Jo, tha do shkosh ti, tha. Vojtë unë, tja i vojtë motra, kur u ktheva punë një orëshe, u ktheva, edhe vojta me fjallë marrë në telefon, tha jam të motra, tha. Thasha mirë, hajde dhe rrimi të pertha dhe ikim, oke, thashun. Sepse kur unë ulla kokën me fjallë, do veja mas ati, ku do që ti shtaje. Vojta atje filloja motra ti. Më fënduar me të njërë. Thash një shtëpi tënde, thash në kërkoj ndjes, që kam marrë shtëpinë tënde. Thash së shfajti jotë. Mora fëmijët, vojta të shtëpia që kisha një qerekore larg shtëpisë aty. Por pse dhe i thash ish-burr. Pse ish kunata të ofendoi? Kështu i ke pasur. Ofendoi ajo që thoshte tu në Greqi thoshte të kam marrë unë, edhe këtu kudo që të vesh është të pyetëm unë. Oh. Po ti nuk ishe një fëmijë, ti ishe rritur, ishe nën. Ne po dohet me fjalë sepse isha për herë të parë që vija në Greqi, unë herë parë që të Ilja në Kurbet. Nuk kam pas shkuar asnjëherë as një shtet tjetër. Ishte hera parë.
E qartë, po kur ish Kunata përdori të lloj sjellje ndaj teje, duke të ofenduar me fjalë të pista, si reagoi burri juaj? Nuk ishte atë. Ishte në lokal me burrin e motrës, nuk ishte atë. Unë në ato moment nuk ktheva përgjigje sepse e kam tipin në shumë. Dhe më fal, që kam marrur në shtëpi. Mora fëmijët për t'ikur. Ata asish burrit nuk i thash gjë që po ikej. Me shefin të lokali, më thonë ndalo. Jo, thash nuk të ndaloj, se ti më pas ka marrur akoma për të përdorur me to. Erdha shtëpi, fillon mos jeru, thash më mirë tash ona ishim në Shqipëri, tash sepse të ndam ishin në Shqipëri, thonë ai 7 muaj të babi im. Mas 7 muaj u ktheva me vjet për të ardhur kurbet me atë. Atë. Fillon fjalët me të, mori motrën në telefon ai, se çfarë i tha ajo, shpirtin kam për vete. Nuk maj përgjësi diçka që se kam djuar nuk e them dot. Unë ty ja shpjegu këti edhe fëmijët ty ja shpjegu se çfarë i tha halla. Mirë, vetëm mas 10 minutash erdhi Kunata me ish burrin, me fjalë motra burrit me burrin e vet. Në shtëpi fillu me msha, me fjalë më falni për shprehjen, ropte edhe ti me njëra tjetër dhe mësolle. Ma të momente edhe unë dorë kam. E kam kapur për floksh, edhe thash unë të mys vetëm me shalë, thash unë nuk të kam bëj gjë, edhe unë kam marrë burr. Unë nuk e di se sa burra thash kam marrë me këtë shtëpi. Edhe unë pyeta këtë. Im shoqë rritë në kam me fëmijët, ajo i thiri burrit, burri e saj më kapi për fyti, mi fjalë luftë në Greqi. U përleshët me njëri tjetrin. Pa. Më shpëtova një moment nga durët e tërve, dola në rrugë për kërku ndihmë. Në mes të një fshat i vogël aty, në mes të ty, po nuk ishte rrugë kryesore që të kishe lëvizje, me bie të fit. Fëmijët merr, bumi fjalla dhe e pa ha dësh lejmërej policin, po gjuhën nuk e dija. Unë mundova që thash prap, hangra, thash unë jam në vend të huaj, thash unë të mendoj për fëmijë. Unë mendova për të zgjedhur një gjumë atë, thash o zgjedh motrën, thash o zgjedh mua me fëmijë. Por në polici denoncove dhunën e ushtruar nga ish Kunata dhe burri i saj? 2 javë të para jo. E qartë. Mas që kam hangur dek, ma 2 javë të para e durova për shumë që doja që me zgjidh një problem me burrin, me fjalë që ja mos sepse unë nuk dija gjuhën dhe nuk kisha ku të përplasje, sepse unë 2 javë kisha ardhur në Greqi, nuk njihje shumë njerëz, me fjalë që vetëm ajo komshia që më kishte ndihmuar, se s'kishte ishte 49 vjeç që nuk kishte fëmijë dhe mua afru për se bet fëmijëve. Jo që i dojë malli për mua. Po thjesht i ngjiti mas fëmijëve dhe mungonte fëmijët të vet dhe u afru vetëm nga kjo pjesë. Çfarë ndodhi më pas? I thash burrit, thash unë zgjidh e merr tani. O motrën me gjithë burr, o mua me fëmijë. Burri im më tha, unë prandaj të kam pruar këtu në Greqi, tha, se ty do të mbyll në çmenduri, tha, fëmijë do i çojë ti marr. Kjo që nga shumë e rëndë. Një moment hyri frikë. Thash sepse mua më ka vdekur një vlla. Mi ka keq. Ai atë vllan me që kisha unë krahën e djathtë, ai atë kishte hatër. Edhe vetëm kaq më tha që Kadriu ka vdekur, nuk ka njeri kush të mbroj. E turpshme. Në ato momente me fjalë humba çdo shpresë, nuk dija në të flisja. Ky i kom punë sepse lite vetëm 3 euro vetëm sa për bukë, as për gjë tjetër në shtëpi. Edhe vojta te ajo komshia që më kishte ndihmuar, thash kërkoj një ndihmë vogël, sepse kisha frikë se vetëm për fëmijët, as për gjë tjetër, për veten time nuk, as në sot nuk kam frikë, vetëm për fëmijët kam frikë. Edhe i thash asaj se unë duhet të shkoj në polici, tash sepse kështu më ka thënë, tash atë që ai ka thënë, tash kjo është e vërtetë, tash se ai vetëm atë vllan tim tash kishte hatër, tash sepse vllai im atë gjë pa thënë që nëse motra ime të tradhton edhe të mashtron, ti do rrish në qashët, se çfarë bëjon me këtë di unë, i pa thon vllai vogël. Ti tha nuk e punë të prekësh me dorë. Vetëm thoi fjalë.
Qartë, e kuptoj. Ai më vjen ne. Edhe vojta në polici, llafoza dhe me zajën në shtëpis, as desha shtëpi. Ashtu se kështu kam problem, sepse kam qenë me shenja nga kurrizi, nga ato më thënë që jo urrëzovan mrat fik në asfalt dhe kisha shenja. Edhe i thash shtëpis grekes dhe ajo ta poth edhe shkojmë. Vojta bën një denoncim thjesht për një mbrojtje. Tash nuk dua me fjalë të largohem nga shtëpia, tash unë ve ku det, tash vetëm mund të lëqe, do punoj tash dhe do ushqej vetë fëmijët. Ai erdhi në shtëpi, pastaj që do më mirë të më kishin poca letra me avokatin për të më çuar në çmenduri. Po nuk e dinte që unë kisha bën një denoncim. Zonja e shtëpisë greke e merr policin telefon. Edhe i thotë që nuk i tregon pak a shumë me fjalë policisë, merr dhe ata e nisin për Shqipëri. Ai ndalohet nga policia. Ai ndalohet nga policia dhe policia e rikthen në Shqipëri. Po, për momentin në Shqipëri. Dhe unë kam frikë të vi në Shqipëri, me fjalë po dhe i kam kërkuar divorcin. Dhe ai divorci nuk më jep sepse duhet bëj letrat me fjalë që siguroj fëmijë, sepse ndihmë ekonomike për fëmijët ai nuk jep. Asgjë. Më pata gocën 12 ditë në spital, e kam lajmëruar t'i bi edhe mesazhet që i kam shkruar që thash kam gocën në spital sepse prap ajo ku thohon asaj fjalës, prap ajo femër, unë kam qenë ajo që i kam shkruar për fëmijën, sepse do ata kam pa. Unë nuk e mohoj dot atë gjë. I kam thonë që e goca 12 edhe do ta çoj prapë për vizitë, se pat një bllokim frymarrje dhe ka akoma atë pjesë. Tash gjëja që sepse nuk po mundesha se jo qiraja, jo njëra, jo tjetra. Se pagoja edhe një herë që më mbashin fëmijët se jam vegjël, goca është 5 vjeç, çuni është 9 vjeç. Në jetë ti. Edhe atë ai nuk u përgjigj asgjë. I kërkoj divorcin, nuk ma jep, vetëm këtë desha, vetëm divorc, nuk dua asgjë atje. E dashur, shumë gratë të cilat ndodhen në situatën që ti ndodhesh, e dashur Adriana, që kanë probleme me partnerët dhe këta të fundit thonë që nuk ta jep divorcin, por ç'lidhje ka çfarë thot ai? Ai mund të pretendojë çfarë të dojë ndaj teje. Ti i drejtohesh gjykatës dhe ta jep gjykata divorcin. Po, ja. Kap një avokat në Shqipëri, ai më thotë duhet vish në Shqipëri. Unë nuk kam letra të vish në Shqipëri. Unë po erdha në Shqipëri, unë do ngel në Shqipëri sepse ai nuk do më japi letrën për fëmijët që t'i kaloj fëmijët prapë ato. Unë jam pa letra. Prandaj dua që të fus letra, që t'i godis fëmijët si kam shkollë. Çunin e kam klasë 3, gocën e kam kopësh. Nuk dua që t'i aprish me fjalë atë ushtum po ja rregulloj psikologjinë, po luftoj për psikologjinë e fëmijëve. Ti aktualisht në çfarë vendi të Greqisë jeton? Në Kret. Je në Kret. Dhe po. Ai nuk i interesohet fare për 2 fëmijët. Fare. Asgjë. Sikur, më fal për shprehjen, sikur një kokër karamele. Por në fakt asgjë. Është detyrim, kështu e di dhe unë të paktën nga ana ligjore, është detyrim që një herë të vetme ti duhet të paraqitesh në gjykatë. Në momentin që gjykata më thënë avokat popullit për shkakun që atë sepse unë nuk vi dot në Shqipëri. Kjo është e keqja ime, sepse unë nuk vi dot në Shqipëri. Gjithsesi, gjykatës i drejtuar ti e para, jo ai, sa ai nuk pranon ta japi divorcin. Jo, unë kam llafosur me avokatin, po avokati më ka thonë që ti duhet të jesh prezant këtu që të hapet gjyqi. Po, në një seancë të paktën të vetme. Një seancë e avokatin në Elbasan, sepse gocë jam nga zona e Elbasanit, nëse ke dëgjuar Peqin. Po, e kam dëgjuar Peqinin, por ku ke qenë martuar në Peqin? Lushnjë, në zgjoket të Lushnjës. Ke qenë martuar në Lushnjë. E dashur Adriana, padyshim që do bëj të pamundurën për të ndihmuar, nuk të jap fjalën, sepse ligjet janë ligje dhe rregullat janë rregulla dhe nuk i ç'bën dot. Por normal, thjesht doja bisedoja sepse je një nga ato zonjat e mrekullueshme, edhe kam shumë respekt, i ndjek shumë emisionet e tua. Edhe kjo më shtyti me fjalë sepse femra ka nevojë për femra. Dhe më vjen keq që shikoj si të tutul me lot në këto momente dhe ke bërë një jetë të vështirë. E dashur Adriana, më lejon të pyes? Po. Sa vite martesë ke pasur me babain e 2 fëmijëve?
19. Ke qenë sa vjeç kur je martuar? 21. Ka qenë me blesëri apo me dashuri? Me blesëri. Mund të ma tregosh njohjen me babain e fëmijëve si re dakord dhe vendose të martohesh me të? Ka qenë kushëriri im, me fjalë baballar çuna xhaje, me fjalë kemi qenë kushëri dytë. Po. Ai e njifte se punonte ne, edhe unë kam qenë punë në parukeri në Pajov, zonën Piqinit. Punoj në parukeri. Vjen edhe më thanë të shtëpisë që kështu. Isha sepse zona që fshati që jam unë do bësh çfarë thot prindërit. Erdhën në shtëpi, kishte marrë motrën, baban, kishte marrë 2 motrat, se ka një motër dhe tjetër përveç sa që kishte këtu në Greqi, ka dhe një tjetër. Aja tjetra e kam pas mbështetje, pavarësisht që sa do bëj ajo, me fjalën se asaj nuk ja humb dot. E qartë. E kam pas mbështetje. Erdhëm, bëm parjen, me fjalë atë sepse ai ishte 10 vjet, por nuk më tregoi moshën. Ishte 10 vjet më i madh se unë. E qartë, keni 10 vite diferencë. Por pse nuk ta tregoi të vërtetën sa vjeç ishte? Ja. As lajmi me fjalë kushëriri im, as ja. Erdhën ty, bisedum, sa vjeç je, sa kështu çfarë punë bën. E po mirë, më tha vetëm kaq. Tha, unë do vetë në shtëpi, tha, do bisedoj me mamin, sepse vetëm mamaja ati edhe vllai s'kishte ardhur. Motrat dhe babai i kishte këtu. Ta do vetë atje dhe do kthej përgjigje. Mi fjalë, po kur dalim ato, tha, do thojmë tha prit një herë. Mirë, thash unë, mi fjalë me ato momente, po ishte dhe xhaxha im, sepse e kam bërë shtëpi. Parjen, e kuptoj. Xhaxha im pyet. Po. Xhaxha im pyet, thotë, "Hëma Adrian", thotë. Ashtu prit, tash unë të vetë pyesi maman këy një herë, tash sepse duhet mamaja. Kam folur unë e para. Edhe isha me atë pjesë, a them sinqerisht, për shpirtin e vllajt që kam në Vorras, isha me atë pjesë që kjo nuk bëhet, me fjalë sepse isha qeft punoja, nuk isha qeft të martoja, sepse kam vujtur shumë me fjalë jo me mamin smur, jo, sepse e patalon shkollën, sepse mua përu mamin nga gjoksi edhe isha ajo femra që duhet punoja me fjalë që të kishe një të armë për vete, me fjalë sepse e dija që papi bëri aksidentin pastaj që theu shtyllën kurrizore, me fjalë kamës neti 4 muaj me të mirë me të keq, vetëm se erë në Greqi hua Peru që është ngritur tani. Po isha gjithmonë ajo që doja punoja. Pra, që punoja gjithë natën në rrobë që atë. Vojtë shtëpi, bisedo me Tomën, i përtet ajo motra vogël që kam pasur mbështetje, thotë çdo që do pyesësh maman. Se më duk dhe mua pak e arbitshme. Një djalë i rritur të pyesi maman të marrë nusa apo jo, sikur s'ka kuptim. Prindrit pyeten, absolutisht, por vendosin normale. Po, nuk kam qenë kundra, asnjëherë të pjesa prindë, sepse unë isha vije në një familje e vujshme, me fjalë i dihet çdo më thon dhimbje prindërore, me fjalë sepse mamin unë kam pas, mamin ka qenë që 97-ën apëruar nga gjëndra të rritë, me fjalë unë kam qenë gjithmonë ajo fëmia që do kujdesja për 2 vëllezërit. Jo për bukën, jo për njërin, jo për tjetrën. Edhe pse isha e vogël 7 vjeç atëherë, vllai e vogël që më ka vdekur sot e ka rritur vetë. Atë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ai vojti në shtëpi, pyeti mamin. Po. Çfarë ndodhi më pas? Vojti në shtëpi, pyeti mama, edhe erdhi me fjalë është bë parja nga ora 11 paradite, ka ardhur në ora 3:30 mësditje, se kishin përtitur ato motrat edhe kishin biseduar atje. Më vjen me merr direkt atë ditë. Si? Unë nisha pa gjumi dhe çik pa qef edhe vetëm kur më vjen nusja vllajit, mision do të ngriu të do vim, sepse rash me një botë tjetër, me fjalë se e lodhur, jo nga puna, me fjalë ishte shumë e lodhur, edhe nuk ishte ke parasysh si ajo femra në ëndra të veta, me fjalë nuk mendoja që do fijoja, që thashë me qenë që do pyesi mamam, thashë nuk e do. Babai thoshte që babai im. Po. S'di çfarë i ke thonë ti, thoshte se do vej të pyesi mamam. E kuptoj. Isha gjithmonë, ke parasysh isha gjithmonë ajo në sulm. Vetë 2 ditë atje, me vënë në nazë, sepse ai kishte pas qenë i fijuar. Kishte pasur një tjetër femër përpara, po? Po. Me vënë ama ati me vënë unazë. Nëna e nuk ma vë kjo unazë. Nëna e tij era dakord për ju? Po. Po.
zjerë unazën se ja kishin aty, unazën rrinte, në fjallë. Nuk e di si ka qelluar ajo unazë, sepse ata s'm kishin pa gishtat mua me fjalë. Po unaza që kishte ajo në xhepin në xhepit xhupit e ka marrë xhupit vet. Me vuri ajo unazën. Por pse nuk ta vendosi burri unazën, por ta vendosi Vjera? E po, e takon të nanës joja, sepse nana kishte në xhep. Një moment u preka, edhe kam biseduar në fakt me motrën e tij, sepse e pashë që tipi se ajo mbështeste, në fjalë gjithmonë që ditën e parë që vojta në shtëpi, ajo këta e kam pasur mbështetje për çdo gjë. Edhe i thashë se ato shpresë tash unë thaja mos e vrit menin, tha varje, tha, kështu e kanë këta, tha dhe si ishte e martuar, tha dhe mua shumë ma ka vënë Vjera, tha varje. Kështu e kanë këta, tha, vaje, tha, ti shiko atë. Mi fjallë, më dha si ke përgjyshtje e kuraje femra. Po. E po mirë, ullëm, mi fjallë, aty tërgon të ajo ato. Kur mas 2 ditët në pas të vente Vjeri, te babi im që bisedon dhe që mos pranon të drek lajsmin, sepse neve kishim drek lajsmin du të hajt një drek të veçan, pa miq. Mi fjallë, një drek e Vjeri im, një drek të babi im. Këte na ish burën ti me qojnë punë të sera, sepse me sera o mershin. Lushnja ka shumë sera. Marrë një shoku na ti me fjell ka vdekur sot ai, edhe do mbishin të babi, në kjo kunata që është unë Greqi edhe Vjeri. Burri rritën punë, 2 ditë fjes, që kisha me të shtëpi. Le të themi ti nuk pata asnjë lloj marrëdhënie, kontakt fizik me të. Në fillim asnjë lloj kontakti. Jam filluar me 10 prill, jam martuar me 20 shtator. Sa shpejt. Brenda vit. Sepse ata me fjalë sa bën fjesën pran ditën e dasmës. Ti vetë, brenda vetes në ato kohë, ishe dakord për këtë martesë kaq të hershme pa i? Në fillim nuk kam qenë dakord. Edhe ditën e martesës unë kam qenë, sepse ato doshin edhe vellot me fjalë doshin aty ku doshin vet, nuk doshin aty ku doja unë që unë punoj në parukeri. Edhe i kisha vellot atje me fjalë në parukeri, kisha mohabetin që do bëja nuse, më pëlqeshin ato vellot që kisha atje te puna. Ajo i do të në Vjera, i do të në Lushnje. Edhe shu bët, mi tjetë si çdo të Vjera. Le të themi Vjera bënte ligjin në shtëpi. Po, Vjera bënte ligjin në shtëpi. E po mi u martu, mi fjalë hajde se ku sot ajo nisëm me jipte gjithmonë kuraje, me jipte kunata, dhe muaj të parë martesës, mirë që nuk qenë keq. Të thuash që të them ku sot ai që rishtren fol drejt. Pra, ti fillove të ndiheshe mirë dhe ta doje avash të person. Po, nuk e mohoj. Sidomos pastaj që jam njitur shtatzane me djalin, ku ita shtatzane ato muaj të para me fjalë e kam kaluar shumë bukur, pavarësisht se edhe ish kunatin me fjalë kisha si çdo femër shtatzane kisha qefa kullorët. Thoja këti me fjalë na çave kokën, dhe kunati me fjalë më thoshte gjithmonë, çat ka shku mendja, thoshte, se ishte i vit më i vogël si unë, çat ka shku mendja se vetë ti blej unë. Sepse më shifte dhe më kishte dëgjuar një herë që i kisha kërkuar atje dhe përgjigjen e vllajt, që përgjigje kishte kthy vllai, dhe nuk thosh mos e pyet atë, thoshte sokolin ti, po më thuj mua, thoshte. Dhe shtatzanin e parë me fjalë çdo gjë që më shkon të mendja, mi ka blej kunati. Marrëdhëniet e tua me Vjerën, me Vjerin si ishin? Kur një ditë me fjalë që jam zonë me burrin, që i thash se ai do të fëmijën e parë do të gotë. Kur fëmia ka dalur në fëmijën e ka lindur tetanik. Ka netur 15 ditë në spital, në kuberator çuni. Ato ditë me fjalë nga ajo që do të vajzë, edhe unë nuk e bërë me dorë, sepse bashkë e bëm. Po sigurisht. Kjo s'ka logjik, jo po e dua djalë, jo po dua vajzë. Po, dhe me trajtoj shumë keq me atë pjesë ku ka lindur djali, me fjalë që edhe imagjinoj që shumë rrallë mirë të djalin kraha. Kjo gjë që më vriste. Seriozisht? Edhe një ditë çuni, po. Po më shokon. Çuni, pastaj
Çuni bllokohesh, mi fjalë bëhesh kaps dhe sepse kisha qumshin e trashë dhe u bllokonte. Problemet e çdo foshnje. Donte me pi dhe atë ditë më ka ardhur vjera me fjalë sepse çuni donte me pi dhe ma ka marrur nga gjoksi. Nuk ishte gjë më të vështirë si nanë, mi fjalë ku ta mirë dikush tjetër. Si dhe nëna ime ishte, ma mirë nga gjoksi fëmin. Ishte një gjë shumë e rëndë. Pse e bëri këtë veprim? Ke parasysh nuk di ta mbash, mi fjalë që bjerë që da pushoj, nuk e këtë gjë, mi fjalë kam qa dhe i kam thonë burrit që do i thrisi menjes apo jo. Ky msjella jam tham ish vjera tha ti qepe gojën tha se çunim tha sepse e kishe çike të pjesën e lavdërimit. Çunim tha ka qërpiku mi fjalë i shkon 3 milion vetëm qërpiku thoshte. Mi fjalë e kishim menin ke bukuria. Ke parasysh si më shpjegu. Po mirë vazhdum, pata ikur 2-3 herë, edhe ku ka qenë çuni i vogël. Pra, le të themi me ardhjen e të djalit filluan konfliktet. Konflikte që degeneruan, shumë të vazhdueshme. Degeneruan të vazhdueshme të degeneruar sepse s'mund të fëmia, nuk dohet ta çote njëri në spital, ti qepe gojën se s'di gjë, me fjalë u fillon gjithë ajo pjesa kundra. Kam ikur 2-3 herë, vllana e vogël e kisha në Greqi, atë çuni ka mbushur në qershor 2 vjeç. Korrik me 24 korrik ka ardhur vllai, ka bërë aksidentin, që erdhi mas një muaj mas. Edhe ajo ka qenë të merrim sepse e dinte që unë shkoja shumë me vllain dhe neti vllai 13 ditë në spital në Tiranë. Edhe ai nuk më la të shkoja te vllai. Edhe unë mos më prish familjen. Mbaj një pesht madhe që nuk e takova me fjalë kam takuar më ke vol vllain. Edhe prap isha ajo femra që nuk doja të prishje familjen, nuk doja të lija fëmin atë. Pavarësisht fillon prap më shumë çështjet, sherret, sill njëri, sill tjetri, mi fillon shumë gjëra. Pse nuk vendose? Era një moment pastaj sepse qesh larguar dhe ndoshta ishte gabimi im, u largova dhe nga krevati pastaj sepse nuk po duroja dot më. Kur vinte i pip, mi fjalë doja të rrije vetëm në dhomë, vetëm me fëmin tim, nuk doja të hipja psikologji më sepse një të keqe, një të zë, ku thot një zi e kisha. Edhe ku jam zonë dhe jam largu nga krevati nga ai person, sepse jemi zonë një herë të sera, sepse i thoja që kemi çunin smur, do të çojmë të, filloj me më ofendu me diçka që tha unë nxifsh, më kej se je nxi, sepse unë më kej se do nxija me fjalë vetëm fëmia që të nxin më shumë. Asnjë gjë tjetër në botë. Të mallkoj, rënd, e kuptoj. Mi fjalë ka qenë një moment pastaj që provonoj burri është shumë e rëndë. Ka ndodhur dhe kjo gjë? Po, me gotën jam i të shtatzane me provonim, sepse nuk e lija. Nuk ke parasysh na që kisha menduar darjen me fëmin ato, se diskutoj me nanën në vetë, se më që diskutoj shpirtin nga për vete. Edhe me gotën kam qenë një të shtatzane me provonim, me fjallë dhe nuk e dija, me fjallë kur nuk po kuptoja dhe shtatzanin, me fjallë sidomos që kisha shtatzanin e dytë nuk po kuptoja, sepse u frita direkt vetëm nga gjoksi edhe më dhimbte gjoksi shumë, thoje kam kancer tani, thoje këtë mendoja, thash lesh çunin një tim. Edhe i kam thënë ish kunatës, me fjalë sajt voglës, thash unë më dhajmë gjoksi, thash unë po kshu, thash po merr një test i herë, edhe ma ka pru ajo testin, që kam zbuluar shtatzanin me gocë. Edhe ndoshta gabim bëra, mendova që ta hiqja, një gabim që nuk vetës që e qova i kam thonë sepse thoje që nuk do i rris dot. E dashur Adriana, sigurisht po më dhimbset historia juaj. Ti po më tregon që pavarësisht se ishe e martuar, ti u largove nga krevati bashkëshortor për shkak se humbi dashuria, ishe me dhimbjen e humbjes së vllajt nga kjo jetë dhe ai shkoi me ty pa dëshirën tënde. Dhe në sajta asaj nate erdhi një jetë vajza. Prap isha ajo femër. Po. Prap isha ajo femra që e
doja familjen, nuk doja ta prisha familjen, sepse jam rritur vetë me nonën me babë. Nuk doja që fëmijët e mi një babë më tonë nona këte. Por ti ndete 9 vite e martuar me këtë person dhe sot një 2 fëmijë. Nuk isha asnjëherë një komunikim normal me burrin tënd? Të gjithë kanë konflikte me burrin, absolutisht, dhe unë kam konflikte me burrin tim. Por aman vjen një moment që gjëra duhen zgjidhur. Ti nuk mundet do të gjeje një rrugë të përbashkët? Nuk gjeje rrugë përbashkët me atë. Kam hyrë borës të bim, që mora makinë, që thoja ona, marrim një makinë që të çohet fëmija në spital, të çohet njëra, të çohet tjetra. Kur ka lindur goca kaloi në një fazë, me fjalë një bllokim që u blloku komplet. Ti thoja që do të çojmë gocën në spital. Ai vinte i bim, në orën 4 të mëngjesit vinte. Ka qenë... Punoshim se herë, dhe të shiste. Po, shiste ato që punoshim të serat dhe vetë e pitë me shoqërinë. Më shumë bënte për shoqëri se sa për familje. Ai ka qenë përdorues edhe i alkoolit. Por kur filloi dhuna? Kur filloi të ushtronte dhunë ndaj teje? Ky mas që lindi djali, që dhuna, me fjalë, po nuk që është shumë e vazhdueshme, ke parasysh sepse unë kam një tip që nuk e toleroj, me fjalë kthehem. Ndoshta është gabim si femëror, po mbrohem edhe kthehem. Ti nuk kërkove ndihmën e familjes tënde në atë kohë të ndaheshe? Po, kam kërkuar shumë, po babi më thoshte, me fjalë, e fola dhe pak më parë, ishte ajo pjesë që ullët femra, nuk vlerësohet femra, ullët femra, si fëmija ta kesh si e shoh. Mbyllë gojën, thoshte babai. Pra, le të themi që nuk e kishe mbështetje babai në këtë rast, kur ti kërkohet të ndaheshe për atë personi. Nuk e kam pasur mbështetje, me fjalë, kisha si mbështetje që thosha të ndihmoj unë, thosha ti do buk në Kalamajt. Vinte nga një fshat, nga fshati Pishinit, vinte në fshat të Lushnjës me të pyesësh vetë të shkosh në zjogë të Lushnjës, vinte me thesën e millit, me mish, therte sepse ka bakti, therte keqin, e bite gjysmën e keqit e bite ka unë, thoshe bi unë fëmijëve. Bite mushte ushimet atje binte me i cop motorre. Ja mushte motorre se dhe makinë, jo. Me fjalë, thoshte mbaj unë fëmijët, ti rrison, ti qepe hoqë sa të rritet shuni, vetëm ishte ajo pjesë që aty. Ka qenë një moment, me fjalë, në 2022-shin, ka qenë mars, kam pas gjyshen smor, amën e babajs, edhe ka folur me këto shoqatat e Elbasanit. Po, shoqatat që merren me gratë e dhunuara, po. Po, edhe kam folur me ato dhe ato më thanë, me fjalë që të vinë të marrim na tashon, ta jep ne një përpjekje mos ul babin. Thashon sepse jam pak e lidhur pak me babin, dhe thash mos e ul babin, ne kam marr babin për herë të fundit. I thash që unë nuk duroj dot më. Sepse unë pata tentu shumë gjëra, me fjalë që është turp me i thon. E marr me më. Kam pas prerë, mas që kam pas gocën smor, me fjalë kam prerë të marrën. Të mërshme. Dhe mua sigurisht më vjen keq për këta prindër shqiptar që nuk i kuptojnë vajzat e tyre. Ai gjithjetër ka siguruar ushqimin, por jeta nuk është ushqim. Kur nuk ke dashurinë, kur mbet dashuria, ajo familje është shkatëruar dhe mua vjen keq që 9 vite të jetës tënde i ke kaluar kështu. Po, ishte kur ka qenë moment që i kam thonë që do ikin në Elbasan, atëherë kam pas babin në mbështetje. Pra, kur ti more vendimin dhe i the babaj që zemra ime nuk duron dot më, unë do iki nga ai person, ai të hapi derën, le të themi. Çfarë ndodhi? Më tha vetëm atëta nuk do shkosh ta. Po, kam netur 7 muaj te prindit e mi. Por gjatë asaj kohë që ti qëndrove. Gjatë asaj kohë që qëndrove. Gjatë asaj kohë dashur Adriana qëndrove te babai jot, babai i fëmijëve e pranoi ndarjen? Apo erdhi të kërkoj? Ja. Erdhi kërkoj, nuk la njeri, ka vajtur dhe te kryetari i komunës. Nuk la gur pa lujtur, me fjalë jo futi kushërit të vete, me fjalë erdhi, me fjalë që shkëmgull, me fjalë që jo. Një moment më thot djali, sepse më vdes nëna në qershor, me 6 qershor më vdes gjyshja, ama babaj. Edhe erdhën gjithë kushërit, vllai im, me fjalë i madhi, u poqën gjithë me fëmijët që ishin aty dhe unë ndje bosh djali. Edhe më thot,
O Martha, të them një gjë sepse fliste hapur. Tani më fjalë më është mbyllur pak, po mundohem, më fjalë po më është mbyllur pak. Tha të kërkoj një gjë tha, po thashë ma kërko, thashë se mami do bëj, ishte 6 vjeç. Te la mama. Thashë më thoj, tha po do e bësh tha për mua, tha, po thashë për ty hy në 10, thashë unë bëj. Jo, gjë tjetër është po dhe në 10 hy. Ta do ja falësh babait tha 10 herë, po nuk do shkojmë ke ajo shtëpia që atje të rrafin nëna, tha të shaj nëna, tha. Du t'ikim larg, tha. Ai e pat menduar shumë herë që ku vite më loste, për shkakun që ai do ikim në Greqi, ai vetëm kthehemi për familjen, për fëmijët. Një moment u stepa, thash, ku po ma kërkon fëmia, nuk më intereson jeta ime. Qëllon që merr ai mas 2 ditë në telefon, fillon të thotë ai të vim fusim pasaport sepse s'kisha as pasaportë si sem. Ai fus pasaportat. Shumë mi kusht, se nuk desha thash, as njerëzit e mi tash me vete, as njerëzit e tu. Vemi në një vend që ti është ti dhe unë, me fjalë të shohim që nuk na vjen kjo keqe nga njëri tjetri apo nga njerëzit e rrotull që na rrethojnë. Po. Këtë pata kërkuar. Më thonë që mirë, thotë do vem te çuni xhaxhai tim thotë. E kishte këtu në Irake ku jam unë tani, në Kret, tha të vejmë atje. Edhe me bie siguracionet që kam besuar unë, no? Sepse heci gjithmonë po me rrena. Me bi siguracionet që bin këto, ky çuni xhaxhait, ishte emri i këtij, më fjalë sepse kush e merr përsipër. E qartë. Kur kam zbritur në mëngjes këtë tragedi, delish kunati. Burri ish kunatës. Një moment u preka sepse nuk i flisja, kisha 7 muaj që nuk i flisja me gojë, për shembull. I pata vën blok në messenxhera gjitha me fjalë krah. Kur më del një moment sepse u ktheja ku do ktheja, sepse ishte deti. Me fëmijë isha, tash Adriana hangre, haje mirë tani. Tash unë ul kokën edhe vazhdo mas burrit. Edhe kam hyrë te shtëpia kunatës në fillim. Kam nejtur vetëm një orë. I kam aty pasaj më tregoni shtëpinë ku është pjesa sepse un kam 2 ditë rrugë, thash un dua bëj banjë të rregulloj kalamet, thash un pastroj edhe kush është shtëpia që un do rri, sepse un nuk rri thash un këtu me ju. E kam thënë që në fillim në fakt. Është sepse desha rahatin tim. Edhe do rregulloj thash me fëmijët. Edhe fëmijët në shkollë ato më vjen sepse kjo merrti ina, sepse un ku nuk dija gjuhën, më ndihmoi ajo vlorajakja me fjalë komshie që kishte që regjistrova çunin në shkollë, që bëra çaj letra që kisha. Këto ishin punë, unë i bëna me atë, nuk më ndihmoi kunata për shkak që regjistrova fëmijët ose ça duheshin, për shtëpi ça duheshin për fëmijë. Ai po erdhi puna. Ja ku jam, me fjalë edhe babi im ka qenë kundra, me thonë të vërtetën, ku thot ai me fjalë vërtet, vonë më pranoj, po që kundra që unë të bashkoja me atë. Së rrallë janë ato prindër që t'jen kundra familjes. Sa kohë qëndruat bashkë në Greqi kur u ribashkuat për herë të dytë? 2 muaj. Dhe brenda 2 muajve nisën prap konflikte dhe ai konfliktet mes që më rahën ato me fjalë dhe kur ai më tha që unë ty do të mbyll në çmenduri, tha, dhe fëmijë do që jetimorët, ajo ka qenë vdekja ime. Po them jam gjallë, prap me fjalë, vërtet hyra në 10, po dola nga dheutem. Sepse nuk mendova gjë tjetër, thash unë e bën. Ndoshta e bën, thash më hyri dhe frikë. Tash nuk e pan sepse desa synoj me këtë desa mbrën, edhe pa që unë nuk bëra gjë që s'kisha mbështetje, tash unë këto e bëjnë edhe këtë tjetër. E dashur Adriana, unë uroj që të mendosh pak për veten tënde, se pas ke sakrifikuar kaq shumë për partnerin tënd, sa ke harruar veten tënde, ke harruar të jetosh, të shijosh jetën tënde, të shijosh fëmijët e tu. Unë nuk të paragjykoj, ndoshta ai mund të lutet prap dhe ti mund të japësh një shans tjetër dhe të ribashkoheni. Jo, shans tjetër nuk kam. Nëse vdes po gjallja. Por me ish vjerën, me kunatën që të kam mbështetur, ke kontakte? As ato nuk më kam kontaktuar më, sepse unë që kur kërkova ndihmë për shembull që ato sepse ish konata që më patëdhon mbështetje, kur ka ardhur që më ka kërkuar, me fjalë që tu ribashkoheshim,
më ka përmendur gjën më të shtrejtë, që ajo dinte që unë atë pjesë e kisha pikë të dobët. Erdhi me synimin që të tallesh me një të vdekur, unë nuk e pranoj. Ti e di që unë kam një plagë. Ajo erdhi tha me fjalë, hajde tha se më ka dal Kadriu në ndër, tha ik me Adrianën. Unë e di kush ishte Kadriu im. Më vjen të përdorësh një të vdekur, unë nuk ta fal. Edhe nga ajo më fjalë që atë ditë që ajo ka qenë në shtëpi time, unë i vura blok edhe nuk kam folur më. Edhe sot me këtë ditë nuk flas as me njëri. Vetëm kam lënur në Messenger, kam lënë vetëm babën e fëmijëve që të flasin fëmijët, edhe kam qenë unë ajo që fëmijëve të merren se fëmijët kanë frikë ta marrin. Por fëmijët nuk e kërkojnë babajin? Kam gul Luna që të flasin, që të lutem do të blej me gënjeshtat si ajo nëna shqiptare që të lutem se do ta blej unë këtë gjë që do ti më fjalë po foli 2 fjalë. Ka marrë para një javë pastaj sepse kur unë i kërkova për fëmin para vitit të ri, që kam gocën smur, do ta di dhe mesazh çfarë kam thënë, që kam gocën në spital. Merr në telefon, më flet me kalamajt që pyesi kalamajt një baba, më fjalë unë të shkruajta unë. E qartë. Më pyet mua se çfarë ka fëmia tani, nuk do të tregoj një fëmijë 9 vjeçar tyve që çfarë ka goca. Sepse nuk të shkruajti fëmia, të shkruajta unë. Unë hap telefonin, ai më thot, "Ha më ti çfarë ndo?" Thot më jep kalamajt. E qartë, e kuptoj situatën që nga shumë e rënduar. E dashur Adriana. Para 2-3 ditët ka marrë në telefon, i kam thonë unë, nuk i zorra kalamajt. Ndoshta ishte gabim, po unë tregoj edhe atë që bëj. Jam një femër që tregoj të vërtetën, nuk di të gënjej. Ndoshta kjo më vret më shumë me vërteta, po nuk di të gënjej. Kështu jam rritur. Ka marrë në telefon, më jep kalamaj. Sa kisha ardhur nga puna të punoje në Ullit, timte dhe veta ditë kur folëm bashkë para disa ditëve. Po. Edhe sa kisha ardhur e lodhur sepse kisha lënë fëmijët tu, me fjalë edhe kjo komshia që kam tu te pallati ishte në punë, edhe kisha merakun, i kisha folur 2 herë, po isha sadomos i kam vegjël. Sa erdha ai më kërkoi, thashun telefonin tim mos i bjer më, kur ti nuk je përgjigj për këtë fëmijë, thashun telefonin tim mos i bjer më, thashun. Edhe ja kam mbyllur. Filloi me shajt, unë nuk e djova se çfarë tha sepse e mbylla. Edhe nuk e kam hapur telefonin më. Ndoshta është gabim, po këtë gjë kam bërë. E dashur Adriana, Zoti të dhënë forcë për ta përballuar të gjithë situatë të vështirë që po kalon. Unë të uroj me zemër gjithë të mirat, qofsh një nën e lumtur me 2 ëngjit e tu. Padyshim që unë do bëj të pamundur për të ndihmuar me ndonjë avokat për çështjen tënde të divorcit. Do bëhemi bashkë në kontakt dhe forca ke për t'ia dalë. Ne gratë jemi të forta. Po, shumë. Faleminderit, shumë faleminderit. Je një mrekullues, një femër mrekullueshme. Të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana. Edhe unë të përshëndetoj fort, e të përqafoj fort. Mirupafshim zemër, mirupafshim. E dëgjuam historinë e trisht të kësaj nëne. Zoti i dhënë forcë për ta përballuar këtë situatë. Ajo ka vendosur të ndahet përfundimisht nga babai i 2 fëmijëve, ku kërkon divorcin dhe për të vazhduar jetën e saj me 2 fëmijët e vegjël në Kret. Ju uroj më të mirat kësaj nëne dhe sinqerisht u preka sot teksa e dëgjova historinë e Adrianës dhe sytë e saj u mbushën shumë herë me lot. Urojmë të bëhet më e mira. Mirë të dashurishë, kemi ardhur në fund edhe për live-in e sotëm. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube Odeta Dumemandro, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto histori shqiptare, jo vetëm brenda Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit dhe takohemi nesër.